E pa precedenti ajo çfarë ndodhi në fush, e pa precedenti ajo çfarë bëri Maroku me peshqirat dhe gjithë historia tjetër, pra gjithë kjo kupë e Afrikës ka qenë pa precedent edhe me këtë vendim final. Patjetër. Jo, Kupa e Afrikës në fakt vendosi rekorde të jashtëzakonshme në shikueshmëri dhe jo vetëm, në gjitha performancën që bëri. Në gjykimin tim, Maroku mund ta marrë këtë titull, por do të jetë nga ata fitore. Si trofeu i Interit. Shiko, nuk e di, është e pa imagjinueshme, në fakt i ka gjetur gjithë pa përgatitur kjo që ka ndodhur me atë vendim të marrë, mund ta marrë dhe mund ta koleksionojë aty për ta patur si trofe, por që gëzimi dhe gjithçka tjetër të gjithë e kuptuan se kush janë fituesit e vërtet, sepse kundërshtari që doli jashtë në fushën e doli si pasojë një penalltie fantazme, thanë gjithë, nuk ishte penallti, nuk ishte 11 metrash, dhe një si Brahim Diaz, mbase dhe Zoti vendosi që ai shënonte dhe godiste ashtu dhe ta humbte atë penallti. E mëtej, me merit në gjykimin tim për ata që prodhoi në gjithë ciklin e vet, skuadra e Senegalit ishte më lart. Ishte më lart. E dominoi Marokun edhe në finale. Madje për të ardhur këtu eliminoi skuadra më të forta të paktën letër. Dhe në gjykimin tim kjo që ndodhi është pa imagjinuar, është një rast i pa precedent, sepse e vetmja nuk është fakti se një skuadër si Maroku tashmë çfarë do festoj Maroku? Çfarë do festoj Maroku, sepse festa ka mbaruar. Fituesi është dhënë. Dhe fituesi ishte legjitim, dhe kjo është e bukur e historisë. Ishte shumë legjitim. Madje edhe ajo protesta që bën aty. Të gjithë e panë që ajo nuk ishte penallti. Ndoshta do ndalemi pak edhe tek futbolli shqiptar, ndodhen në Shqipëri, ndodhen gjithë andej këto gjërash. Ndodhi edhe në derbin italisë. Të gjithë e panë që një si Bastoni simboloi dhe shumtuar. Madje shkoi deri aty pastaj dhe festonte vendimin atë kartonin e kuj që mori Kalulu. Ama bota dhe gjithë e panë që ishte një padrejtësi e madhe. Dhe unë nuk arrita kuptoj tani qasjen e federatës me gjithë respektin atje të një kontinenti si për treguar që tamam nga qenë e botës së tretë vazhdon të bën një vendim tamam si për të shkuar për shtat të gjitha parametrave që ka ky kontinent. Okej, është shumë interesante se çfarë do ndodh tashmë. Mund të ankohen, besoj do kenë edhe mund shkoj edhe në kasa, por nuk ka kasësh për Europën. Jo, tani nuk e di. Duhet të ketë Afrikën në një gjykatë siç kemi në kasin. Gjithsesi, shumë interesante ajo çfarë ndodh. Ndërkohë ndalim pak në kategorinë tonë, ndalim te abisnes superiore. Komisioni Disiplinës, Tromtosh dhe Riloni pyeti Isain për masat. Kuxhat e ashpra si u dukën masat? Nga Afrika, po vim në Shqipëri. Jo me që bërë lidhje, kështu që kaluam me njerë. Patjetër. Kam një mik thot, shqiptarët hajnë si në Amerikë edhe jetojnë si në Afrikë. Mundohen ta bëjnë gjë tjetër. Po futbolli si e bëjmë? Edhe futbolli tani tamam si Oqeani them. Po tamam. Tamam si në Oqeani. Është e pa precedent, nuk ka ndodhur kurrë një trajner dënohet 6 muaj si Edli Retova, ndërkohë që të gjithë zyrtarët e këtij klubi, për shkak se Komisioni Disiplinës pretendon që e tërhoqën skuadrën nga një padrejtësi që e treguan pamje që ajo kartoni kuq i Xhemait ishte pak ta thuash i tepërt. Dhe unë nuk arrita kuptoj tani se çfarë do ndodh me skuadrën rrugëzhinëse, se aty janë dënuar edhe fizioterapisti, edhe mjeku, është edhe zëvendëstrajneri, gjithë me radhë. Nuk e di kush do ta drejtojë këtë skuadër. Madje edhe kapiteni i skuadrës. Okej, lojtarët bën si bën, më okej, nuk është problem lojtarët. Po kush do të drejtojë këtë skuadër? Kush do dalin në konferencë për shtyp që është një detyrim që bëhet pas ndeshjes? Dhe futbollistët dëmtohen, fush është gjë krejtësisht normale, legjitime, do një gjë tjetër. Dhe nuk e di se çfarë do të bëj klubi tani me këtë pjesë, se kush do ta bëjë këtë lloj gjëje. Është një rast i pa precedens, sepse më duhet bëj tani një lloj paralelizmi dhe për të rikthyer pak në kohë. Nuk është Ignatja vetmja që e bën një gjë të tillë nga një padrejtësi.